Presidentja e vendit Vjosa Osmani teksa po qëndron në Antalya të Turqisë ka takuar ministrin e jashtëm të Kenjas, njëherësh kryesekretarin e kabinetit presidencial Musalia Mudavadi. Ky takim vjen pak kohë pasi ky shtet vendosi ta njohë pavarësinë e Kosovës, ndaj Osmani ka falendëruar Mudavadin për hapjen e ndërmarrë për njohje të Kosovës, i cili siç tha ajo kontribuon për paqen e stabilitetit afatgjatë në vendin tonë. Ajo njoftoi se do zhvillojë edhe vizitë zyrtare në Kenja. Në margjinat e forumit diplomatik e para shtetit është takuar edhe me ministrin e jashtëm të Çadit, Abdulej Fadol, ku ka thënë se Kosova është e përkushtuar të krijojë lidhje më të forta me këtë shtet. Paraprakesh një takim ka zhvilluar edhe me ministrin e jashtëm të Tanzanisë, Mahmud Kombo, me cilin ka diskutuar për mundësitë për rritjen e bashkëpunimit në fusha kyçe si ekonomia dhe tregtia, turizmi, bujqësia dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit.